Kom prit ma shumë për opozitës. Besoj që në ditën e VM të gjithë do të angazhohen të kontribuojnë për të dalë nga kjo situatë. Kom prit ma shumë për opozitës, dhe kjo është përqarja që nuk në qëmë askund. Në përsëri kërkoj komunitet, në pas kanë shqiptar, për të qua proceset të parë, se nga prezin shumë punë. Kjo është mesazhi. A e parashikoni një skenar të njëjtë edhe në seancën e ardhshme ose me çfarë vullneti po vini prej Mitrovicës, sa përmendani ç'është situata? Nuk e di unë çka mendojnë ata. Ne jemi të gatshëm të qojmë proceset përpara, për atë na kanë zgjuar populli dhe atë jemi kurdo që na ka nevoja për të qua proceset përpara, besimin që na ka populli shumë. Shpresoj që gjërat do ndryshojnë ditën e vijim. Vërtet është pak një, si me thani, dojë nervash. Me gjithmonë kushtetimi i institucionit dhe i ka rrugën e vetë për shtësitë e veta. Unë besoj që në ditën e VM të gjithë do të angazhohen të kontribuojnë për të dalë nga kjo situatë dhe Kosova të evitojë institucionet e veta. A i njoftuar në takim nga lëvizjave të vendosje? Një gjë do ta kemi të qartë. Më rëndësishme se çdo gjë tjetër, Kosova nuk e ka luksin me mbet pa institucione. Shpresoj që do të gjinen, po institucionet bëhen përmes rrugëve të njohura, ashtu siç bën bota e qytetëruar, dhe shpresoj që kjo do të ndodhë. A i taku me kryeministrin Albin Kurti? Shpresoj që do të ndodhë. A i taku me Kurti? Faleminderit, themi që nëse gjatë këtyre 2 ditëve nuk ka pas marrëveshje politike dhe kjo seancë do të jetë e kotë. Partia e parë, partia që ka më shumë të numrin e deputetëve në këtë parlament, e ka për detyrim demokratik të gjejë kompromis me partitë që kanë ofruar gatishmëri për kompromis. Nëse nuk ka marrëveshje politike për zgjedhjen e kryeparlamentarit, do të jetë një seancë si çdo seancë tjetër. Tani, qëndrimet e lidhjes demokratike të Kosovës tashmë keni të qarta, ne si LDK ndajmë pikpamje krejt ndryshe prej partisë së parë, edhe sa i përket politikave publike në vend, edhe sa i përket qasjes, edhe sa i përket vizionit partarëve në Kosovës. Por ne jemi një parti me 20 deputet. Kam parë e kam dëgjuar dhe parti tjera parlamentare që kanë gatishmëri të takohen e të gjejnë kompromis me partinë e parë, le ta bëjnë një gjë të tillë. Nga perspektiva jonë është tërësisht e pakuptim, besoj edhe çuditshme, se si një parti që ka 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë me 61 deputet. Dhe përkundër kësaj është edhe më çuditshme se si një ditë bëjnë postime se partitë shqiptare janë bashkë me listën serbe, dhe nesërmën akuzojnë se është tërësuar mendja e pas nesër kërkojnë kompromis. Pra nuk dinë cilën botë kjo gjuhë funksionon. Por le të kemë shumë të qartë, por nuk e shoh se si arrit marrëveshja politike me një gjuhë të tillë, edhe me një qasje të tillë. Pra shantazhi nuk do të duhet të ishte gjë diskutimit tani, por kjo është rruga dhe mënyra se si ka zgjedh partia e parë të bëjë politikën në këto momente. Apo merrni pjesë në konsultime? Lejon edhe një herë të them që jemi të qartë për këtë qëndrimeve tona, por më tepër bindjet tona janë se partia në pushtet partia e parë duhet të ofrojë një kandidat që përfaqëson tendencësh kuvendin e Kosovës, një kandidat që lexon skriptat partijake në një seancë që ka të shkruar le të themi edhe skenarin. Para mendoni se do dukej një kuvend kur asnjë gjë bazike nuk respektojnë siç është. Pra duhet të jetë një kandidat konsensual që besoj se partitë tjera kanë shprehur gatishmërinë tonë. Kush është sipas LDK-s? Jo, ne nuk kemi kandidat konsensual, sepse jemi në tavolinë diskutuese. Pra ne jemi shumë qartë. Ne jemi në opozitë. Synojmë të jemi në opozitë, por kjo është qëndrimi në politik, por ka parti tjera që kanë gatishmëri. Le të gjejnë një gjuhë sepse politika është për kompromis, demokracia është kompromis, nuk është rrethje. Po s'mund ta kuptoj se si në një anë ofendohen, shohen, bën bashkë me listën serbe, e në anën tjetër kërkohet kompromis. Këtë gjuhë nuk e di ku funksionon kjo gjuhë. A keni marrë të histori edhe nëse me për takimin e kryeministrit Kurti, ministrin në detyrë tashmë, a do të shkoni në takim pasi e dim që keni refuzuar një ftesë? Deputeti Kurti. Jo, edhe deputeti. Sa shkon në qeveri ai? Me qenë se shkon në qeveri do të ketë padi penale për këtë. A keni bërë sepse Mete Bajrami ka? Do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet. Edhe nuk mund të jetë deputet edhe ushtrues e tyre e një pozicioni tjetër që ndaluar në kushtetutë, për që thjesht është kjo çështje. Tani, ne edhe një herë po themi, qëndrimet tona janë bukur të qarta dhe janë të pandryshueshme. Por LDK është njëra prej 15-16 partive që ka parlamenti i Kosovës. Le të gjejnë gjë për bashkët të tjerët, dhe ky pozicioni i është i qartë, është një kontribim demokratik të demokracisë Kosovës. Jo patjetër duhet të bëmi bashkë 120 veta për një çështje. Mjafton 61. Unë po të kisha 48 deputet, sot të ta kisha edhe kryetarin të vendit, edhe qeveri. Por se ta bëja duke i shartë tjerë,
e duke kërcënuar tjerë e duke shantazhuar tjerë. Politika është art i diskutimit, është bindje, është parim, është njerëzore në fund të ditës. Ju faleminderit shumë. A është e qëllimshme shtyrja apo ai patët votat sot? Ja, nuk ka kur gjë, asë këtu nuk ka qëllimshme, ne kemi tregu kënd, kemi kandidat, ligji kushtetuta e përcakton që kryetari i kuvendit i takon partisë fituese. Në këtë rast duhet që edhe opozita ta respektoj vendimin pra kushtetutën dhe ta votoj kandidatën të cilën propozohen nga partia më e madhe fituese në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje. Dhe ne presim që të reflektojnë dhe ta zgjedhin.